Këto janë vetëm 2 shenjat nga 7 të tjera në trupin e njërës nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kujtimet e saj edhe 17 vjet pas luftës janë ende të freskëta. 50 vjeçarja rrëfen për tribuna qenëll maltretimet dhe tmerret që ka përjetuar gjatë luftës. Na përballu me paramilitar sërb, kanë qenë me maska, e na kanë 14 veta ma shumë. Kjo na kanë ndodhë Mitrovic, na kanë qonë Voqetërn, pej Voqetërn na kanë pronë Prishtinë. Edhe ato kanë qenë shumë vajza, shumë gra, shumë nana, shumë motra tona. Me një fjallë shumë keq na kanë trajtu, me thika. Për një mënyrë kanë përdor ata vish për na zhduk neve. Dërza në jojnë nana shqiptare na kena mjë myt juve. Jo s'keni me bo mas mi shqiptar. Na kanë dhënu, na kanë hymë shpe, na kanë marrë me zërë. 4 motrat, nanën, 2 hallat. E mi edhe na kanë bajtë shtë hera në herë kënej. Herë na bajshin për mbrojtje, herë na dhunojshin. Tana janë të prejnë me thika. E shpozorën që kanë qitë në barkë, të shku në shpozorën, të na dhunu, ishin ka 5-6 vetë. Sa 2 veta për ati grupi janë dekë. Dhimbja e saj sa vjen në shtohet kur kujton se e ka të vrarë baban, burrin, 2 fëmijë, një motër dhe hallën. Dhe me thonë me hu familjen, edhe mos me kanë kërkon. Asë kom ditu dhe ka me shku, as ka me ardhë, as kush jam, as ka jem, as emnin temës. Ajo thot se ka ngritur zërin tek të gjitha institucionet, për të gjitha ata që kanë përjetuar një tmerr të tillë, ajo u bën thirrje të mos heshtin. Dalin le të flasin, le të kallëzojnë që kanë përjetu, që kanë hirë. Le të dalin, le të kallëzojnë për veten, që ju kanë ndodhur. Na ngrit zonit e në institucionet, e kena ngrit zonin të nante. Presidenti na ka përkra, e falenderojna me jetë. Plagët e saj përveç dhimbjes, ato tashmë janë bërë edhe kujtim për momentet e tmerrshme që i kishte përjetuar. Ajo tash është e martuar. Martesën ajo e pasi të nevojshme pas gjithë asaj që i ndodhi sepse i duhej të mbështetej diku. 17 vjet pas luftës në Kosovë me 19 mars janë dorëzuar aplikacionet e para për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të mbijetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës në Kosovë.